Doktoresh, melanoma, a ka zona të caktuara që shfaqet, apo vetëm shfaqet në trup në përgjithësi? Shiko, në trup mund të avresh, po ku është më i rrezikshëm është në thoj, është në shputa, është të gishtrit, është në organe gjenitale, është në kokë, ku janë vendet të cilat nuk vrehen, edhe zakonisht njerëz nuk janë as kujdesshëm po të kujdesen. Po, doktoresh, a mund të bën diagnostikimet më herët? Po patjetër. Ne kemi mundësi tani ta diagnostikojmë melanomën edhe me 2 mm. Domethënë është aq i vogël, edhe ti mund të shohësh ato karakteristikat që dermatoskopike, se me sy mund duket ndoshta jo. Në dermatoskop, që është një aparatur që na zmadhon minimum 40 herë dhe më shumë. Kemi edhe dermatoskopi të kompjuterizuar, ku e kemi këtë programin me inteligjencë artificiale që na jep edhe domethënë grumbulluar nga shumë dhana në përgjithshëm që janë fut për lloje të ndryshme të melanomës, na jep neve një diagnozë që prapë ne e marrim me rezervë. Herë e ja besojmë, herë prapë më shumë i besojmë syrit tonë. Po, në momentin që na duket, domethënë edhe me 2 mm, edhe me 3 mm, që na duket që ka gjas, që ka fillu si melanom, ose ka gjas që ky ka me ndru në tarme, na i sugjeroj me hek, edhe natyrisht, kur hiqet me eksizion kirurgjik, hiqet jo veç melanoma, po tash themi nevusi i dyshim, apo ndryshimi i dyshim, edhe heqim edhe lëkur në shëndoshpëret, edhe qohet te patologu, i cili pastaj me metodat e prerjes, ai i detekton a kemi të bëjmë me qeliza kancerogjene apo jo. Edhe ai praktikisht e vendos diagnozën definitive.